Dhe pasi ta marri këtë zarf, votuesi duhet i demonstrojë një dokument identifikimi operatorit të shërbimit postar, duhet t'i... Është i qartë, po. International Postal Service. Si është për të ilustruar që është një shërbim ndërkombëtar i shërbimit postar. Qartë. Është, po praktikisht do t'jetë DHL-ja. DHL-ja që do t'ketë stampën në këtë zarf që do t'i shkojë. Që do t'i dërgojë. Pra ky është zarfi postës, që merr çdo votues nga operatori i shërbimit postar, pra nga DHL-ja. Kur e hap këtë zarfin, do të jetë i mbyllur, ai do të gjejë instruksionin. Se si do ta përdor, se ta plotësoj fletën e votimit. Po. Ky është instruksioni. Ka të gjitha udhëzimet në lidhje me plotësimin e fletës votimit dhe çfarë bën me dokumentacionin. Qartë. Është i plot, është i qartë, por në rast se ka nevojë, këtu ka telefonat e kontaktit me KQZ. Për çdo pyetje apo paqartësi? Pyetje, paqartësi, adresë emaili, ka një link për një chatbot të pyetje përgjigjeve automatike, pra ka çdo gjë që ne kemi vlerësuar që ai mund të ketë nevojë për t'u sqaruar. Pra, do të gjej këtë udhëzuesin, do të gjej zarfin E kthimit, po them. e kthimit të operatorit të shërbimit postar, pra nuk ka nevojë që të shkoj për të gjetur një zarf. E ka zarfin aty gati. Ka dhe zarfin e kthimit të operatorit të shërbimit postar, ku ka adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që merr Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra është gati. Nuk ka nevojë të shkruaj asnjë gjë. Nuk do shkruaj asnjë gjë. Vetëm ta marri, ta plotësoj, ta mbylli, ta dorëzoj. Po. Do të ketë zarfin B. Ndalemi pak të ky elementi, më fal komisioner, të kodi. Ja do ta them. Ja, më pas të Të gjithë pyetjet për këtë pjesë, për këtë paket, do t'i bëjmë në blok, po. Udhëzuesin. Do të ketë zarfin e kthimit të operatorit të shërbimit postar, do të gjej edhe zarfin B. Brenda zarfit B, i cili nuk është i mbyllur, do të gjej një zarf tjetër që ne kemi indeksuar si zarfi A. Dhe ky është zarfi i fletës votimit dhe brenda këtij zarfi do të gjej fletën e votimit, e cila ka këto shiritat me këtë ngjyrën turkeze. E gjelbër, turkeze, po. Ishte një sugjerim i një koleges tonë për ta patur këtë që edhe gjatë natës nëse do duhet të shikojmë këtu. Dhe kjo është fleta e votimit. Kjo është fleta e votimit. Që do jetë ndryshme për çdo qark në varësi të po. Pra, ky është seti i dokumenteve që i shkon votuesit nga jashtë. Rim pak tek momenti po. Si i shkon? Kush ja çon dhe si e merr në dorëzim? Ja dërgon... Që ta bëjmë ushtrimin me radhë. Shkon postieri i operatorit të shërbimit postar, i shkon në adresën që ai votues ka deklaruar në PER, do duhet të shkoj, nëse nuk e gjen herën e parë, do t'i shkoj një herë të dytë, do t'i shkoj një herë të tretë, dhe nëse nuk e gjen dhe herën e tretë, do t'i lërë një shënim, duke i thënë që erdhëm, nuk ju gjetëm. Na gjeni këtu. Do t'i japi adresën dhe numrin e telefonit për ta kontaktuar operatorin e shërbimit postar, që vetë votuesi, kur e ka mundësi për të shkuar... Të koordinoj një orar për të... Jo, shkon e merr tek... Që të shkoj ta marrë vetë. Tek zyra postare për kace. Pra do t'i lihet një njoftim çdo votuesi nëse nuk gjendet në 3 tentativa në banesë. Të 3 tentativa për sa kohë do janë, për sa ditë dhe sa kohë do të marrë ky procesi i dorëzimit i tentativave të postierit? Po, këtë nuk e kemi diskutuar, është një gjë teknike, nuk do t'i shkoj 3 herë brenda të njëjtës ditë ndoshta. Po jo edhe 3 herë për 2 javë. Jo. Kjo flitet për 1 ditë ose 2 ditë ose 3 ditë. Pak a shumë ky është afati. Por ndërkohë do t'i lihet, nëse në 3 tentativa ne nuk e gjejmë në shtëpi votuesin, në shënimin që do t'i lihet nga operatori i shërbimit postar për t'u paraqitur dhe për ta tërhequr
të zyra postare dokumentacionin, do t'i lihet një afat se nuk mund të presi operatori shërbimit postar dhe ne si zë një javë apo 10 ditë apo pafundësisht. Pra do t'i lihet 1 ditë, 2 ditë ose 3 ditë që brenda 3 ditëve do duhet të paraqitin në zyrën postare në adresën kaq për të trequr dokumentacionin zgjedhor me një dokument identifikimi do duhet të paraqitet në sepse do duhet të firmosi personalisht. Personalisht. Dhe atë çfarë është e rëndësishme të thuhet, dokumentacioni zgjedhor do t'i dorëzohet individualisht personit. Edhe nëse janë disa antarë të një familje, secili duhet ta marrë në dorëzim individualisht. Gruas, fëmijëve për rastin, por duhet t'i dorëzohet individualisht çdo personi. Nëse nuk e gjen personin, janë gjithë antarët e tjerë të familjes, mungon njëri, pra atë një që mungon do t'i vi ditën tjetër apo në tentativën e dytë apo të tretë, natyrisht që duke komunikuar me antarët familjes, mund ta thjeshtojmë procesin. Filani nuk e keni këtu, po të vjen e gjen nesër në këtë orë. Edhe postieri do t'i shkojë ditën e nesër. Do ta ketë më të qartë. Por nëse në atë banesë në 3 tentativa nuk gjen njëri, do t'i lërë këtë shnimi që mund ta trishni tek zyra postare. Atëherë, ti fusim përpara se ta çojmë zarfin në postë dhe të sqarojmë se çfarë duhet ketë kur do ta dërgoj. Po ti fusim njëherë materialet dhe të kuptojmë pak rendin si plotësohet fleta e votimit dhe si pastaj vendosen gjithë këto zarfa brenda njëri tjetrit, që mos bëjnë asnjë gabim. Po, brenda 3 ditëve do duhet të plotësojnë fletën e votimit. Ka 2 mënyra, vetëm 2 mënyra ose opsione për të votuar. Zgjedhësi do duhet të votoj ose për subjektin zgjedhor, pra kjo është fletë ilustruese, pra një nga subjektet, vetëm subjektin, vetëm një, ose njërin prej kandidatëve. Në kolonën e çdo subjekti, pa. Mund t'i votoj edhe të dyja, apo jo? Subjektin dhe kandidatin të njëjtë. Dyja, po nuk ka sens, sepse në momentin kur ti ke votuar për kandidatin, automatikisht vota i ka shkuar edhe subjektit. Gjithsesi nuk është e pavlefshme. Është edhe afet votimi, po në fakt vetëm 2 opsione janë. O do votosh vetëm për subjektin, o do votosh vetëm për kandidatin. Dhe nëse ke votuar për kandidatin, ke votuar automatikisht për subjektin. Por asnjëherë 2 shënime nga një kolonë te kolona tjetër. Por nuk mundet të votosh subjektin, partin dhe koalicionin dhe kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Pra zgjedhjen do duhet ta bësh brenda një kolone. Brenda një kolone. Qartë. E bëri këtë zgjedhje. Do kemi rast për ta sqaruar mënyrën e votimit. Pa diskutim. Domethënë ai besoj do të jetë një proces që do të sqarohen të gjithë ata, edhe ata që janë jashtë, edhe ata që janë brenda do ketë të njëjtët vlerë ato udhëzime. Pasi e ka plotësuar fletën e votimit, fletën e votimit do duhet ta fusi tek zarfi A, i cili e tregon që ky është zarfi i fletës së votimit. Do ta vendosi